Mirëmbrëma, sonte në pikë mysafire Mira Kazhani, gazetare, autore e një podcasti jashtëzakonisht të vizituar, të shikuar, dhe autore e librit. Mirë se erdhe, Mira. Mirë se u gjeta në një ditë tjetër për mua në Prishtinë. Faleminderit që erdhe. Është muaji nëntor, është i veçantë. Është momenti kur para një viti ti zbulon që ke kancer, tumor në gjë, dhe pos tjerash, pos një lufte shumë të madhe të bërë, vendos të shkruash një libër për atë përvojë. Pse? Po, është një pyetje që më bëhet shpesh veton, edhe përpara se sa të merja këtë vendim për të shkruar një libër, kanë qenë 3 muaj të rëndësishëm në fakt të jetës time, kanë qenë muaj të vështirë, sëmundja nuk të jep kohë të përgatitesh, edhe të mendosh, më duhet vetëm të shërohesha. Kështu që nga 2 nëntori 2024 deri në 4 shkurt të 2025, libri dhe fjalët kanë qenë veç mas në jetën time, nuk është se mendoja shumë. Por kur le të themi që përgjigjet e mëdha, ato përgjigjet e rëndësishme për jetën time, për të ardhmen, dolën dhe qelli u pastrua, unë isha më e qetë dhe më gati, ndjeva nevojën për të shkruar. Veton unë mendoj që trupi ynë është kujtesa jonë më e sinqertë. Ai regjistron edhe momentet e frikës, edhe momentet e shpëtimit. Unë tek shkrimi mendoj se kam gjetur një lloj katharsisi, kisha nevojë të shkruaja për të mos qenë peng i frikës, sepse pata frikë se mos trauma e atyre muajve do më përndiqte. Kjo ishte në aspektin personal. Edhe pse në libër e përmend që trupi, mendja, njeriu ka kapacitet të mbajë më shumë se sa një dhimbje. Ka kapacitet të mbajë shumë dhimbje. Më shumë se sa edhe 10 dhimbje njëkohësisht. Ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Dhe libri është në një farë forme trajtimi i dhimbjes sate, domethënë eksplorimi i dhimbjes sate. Po. O dhimbjeve, në fakt, se ka më shumë. Po, ka disa dhimbje, në fakt nuk është vetëm dhimbja e sëmundjes time, është dhimbja e sëmundjes së babait, janë dhimbje të një mëmësie të munguar, janë shumë dhimbje në libër që sepse unë fillova prej sëmundjes time, prej asaj që ndodhi në trupin tim dhe ndoshta prej një komunikimi të ri që unë nisa me jetën time, duket filozofike, po ndodh vërtet, sëmundja të ul me këmbë në tokë edhe ti fillon edhe je më i qetë për të komunikuar. Kuptova se kisha nevojë për treguar. Dhe nuk kisha nevojë për treguar veton thjesht si dëshirë. Unë doja të tregoja se kisha nevojë të kuptoja atë që më ndodhte dhe vetëm përmes asaj eksperience kuptova që e kisha parë deri vonë dhimbjen si metafora që letërsia e ka si metaforë dhimbjen. Shoqëria dhimbjen e ka si një armik, edhe me të drejtë se është e frikshme dhimbja. Por në momentin se si e ndjeva unë, ndoshta për faktin se një diagnozi kanceri në gjë të trëmbë dhe të kërcënon edhe për jetën, ti fillon dhe mendon gjëra që nuk i ke menduar më përpara për jetën tënde. Në atë jetën e parë të gjithë mendojmë që jemi të pavdekshëm. Nuk e di nëse ju uroj që të keni qenë gjithmonë mirë me shëndet, por kur prek kërcënimi im prej vdekjes vjen prej punëve tjera, prej luftrave, prej këtyre. Okej, në një farë forme e keni takuar ata. Po. Unë e takova në 2024. Në nëntor të 2024 e takova si nocion, e hapa si derë, e pash, sepse ne gjithmonë e shohim veten si të pavdekshëm. Dhe unë e them ndonjëherë me pak humor të zi, po dhe me humor të bardhë si të duam ne, që ne kemi vetëm një jetë, por njerëzit që provojnë sëmurën apo të takohen një herë me zonjën vdekje, dhe kanë një shans të dytë, mendoj që ata kanë 2 jetë, edhe në jetën e dytë njeriu është shumë më i përgatitur për të jetuar më mirë. Në jetën e parë, këtë që e përshkruan, domethënë, po flas, librin po e konsideroj si një lloj intermezzoje të kalimit prej njerëz në jetën tjetër, edhe një lloj pjekurie të cilën e mbrin me shkrim, sepse në fundit
përshkrimi si I tillë është jetë në vete, apo jo. Por në këtë libër, në këtë pjesë, është momenti dramatik I 2 nëntorit, I cili ty të shpallë se I ke tumor në të dy gjintë, dhe shpejtësia me të cilën duhet marrë vendime, është shpejtësia me të cilën ti duhet poshtë të ballafaqohesh me mundësinë e vdekjes, apo jo. Po, unë nuk jam njeri I shpejt dhe shpejtësia në përgjithësi nuk më pëlqen. Për shembull, gazetaria e shpejt nuk më pëlqen dhe unë bëj një gazetari të ngadalt në një kuptim. Edhe titullin e librit e ke në antitezë, në një fakt, ditë tjetër se ka kohë. Hajse do ta shoh këtë punë, po. Ajo ka qenë një lloj autoironie, po pastaj ishte edhe një ditë tjetër si dëshira për një ditë tjetër. Pra janë shumë ditë të tjera brenda atij titulli. Shpejtësia nuk më pëlqen, por e kuptova që në atë moment më duhet isha e shkafët. Dhe ka një episod që e tregoj, e kam treguar në podcastin tim, në fakt nuk besoj që ta kem shkruar në libër këtë. Unë nuk mora shumë qetësues gjatë kohës që isha në fazën post-operatore, pas operacionit. Doja jo se jam mazokiste, përkundrazi, jam një grua e brish si gjithë gratë, asnjë nuk e do dhimbjen, po ndjeva një nevojë për të qenë zgjuar. Doja të isha e kristalt në vendimet që merja, sepse është një lloj diagnoze që nuk I merr dot vendimet me të tjerët. Edhe nëse takon një doktor të mirë, edhe nëse je I rrethuar me njerëz që kanë informacion dhe kanë mundësi, si të kesh para, si mos të kesh para, si të kesh një sistem shëndetësor të mirë, si të kesh doktor shumë të mirë, këto të gjitha ndikojnë për mirë apo për keq, po në finale kjo është një sëmundje, sidomos në këto momente ku njeriu ndihet shumë I vetmuar. Dhe vendimet I merr vetëm. Edhe në vetmi e ke marrë vendimin, sepse përkundër insistimeve të tjerëve që të vinë, të bashkohen, ti thu unë sonte duhet të rri vetëm edhe të marr një vendim. Po. Sepse askush nuk e preferon këtë, po dhe vetun, për nga natyra me sa duket, e kam fortifikuar, e kam forcuar më shumë tani, që më pëlqen që vendimet për jetën time ti marr vet, unë edhe gabimet vet I kam bërë, s'na I kam bërë të tjerët. edhe punët e mira me jetën time vet I kam bërë, sigurisht unë nuk jam nga ato që jam e bërë vet, se ne bëhemi mes shumë të tjerësh. Bëhemi në radh parë nga familja jon, pastaj nga njerëzit që zgjedhim të na rrethojnë, nga takimet rastësore, nga njerëzit që vendosim t'ju themi po, apo atyre që vendosim t'ju themi jo. Pra, por vetja jonë është kapiteni, ne jemi kapiteni anijes, edhe pata dëshirë t'isha e zgjuar që unë ato vendimet që më duhet t'i merja shpejt, t'i merja mirë. Vendimet I ka marrë shpejt. Ka qenë dita e parë kur u kuptua që unë isha me kancer në gjik, ku doktori I Martan Bodeci, një doktor brillant, një kirurg shumë I mirë, më vjen mirë që e kemi në Tiranë. Kemi doktor shumë të mirë ne, por nuk e di si është me Kosovën. Dëgjoj pak fjalë më të mira për ju për sistemin shëndetësor. Sistemi shëndetësor në Shqipëri për momentin është vërtet I trisht edhe me shumë probleme. Po kemi njerëz të jashtëzakonshëm. Kemi doktor shumë të mirë dhe doktor Tani më ka thënë atë moment veton që duhet të bësh mastektomi. E dija këtë term vetëm nga Angelina Jolie. E dija se çfarë po thoshte, e kuptova që po më thoshte që duhet hiqja gjint. Për një grua është vendim shumë I vështirë. Është vendim, për mua ka qenë ndoshta vendimi më I vështirë, kanë qenë dy vendime të vështira. Mastektomia dhe të mos ja them prindërve, të mos e ndaj me mamin tim. Pse, domethënë, hyn në libër, është vendim I vështirë, edhe në përgjithësi ekziston që nga koha, domethënë, fshehja e erotikës të trupit femëror, edhe ti domethënë, ti e ke smundjen në një prej pjesëve erotike femërore. Po. Dhe e trajton atë në libër me një sinqeritet të jashtëzakonshëm. Po si mund të mos jem e sinqert? Si mund t'jesh e pa sinqert për një gjë që është kaq e bukur edhe kaq prej ndjenjash?
këtë të sinqeritetit ma vën shumë në dukje. E para unë gjithmonë kam besuar që njeriu nëse ulet për të shkruar diçka bën mirë të jetë i sinqert. Sinqeriteti të shpëton. Ti mund t'i zbukurosh fjalët, mund ta zbukurosh të vërtetën, mund ta bësh atë më të madhe, më të vogël, mund ta sforcosh atë. Unë mendoj që njerëzit e vlerësojnë në fund fare sinqeritetin. E kam patur një lloj frike, po jo për sinqeritetin. Frika ime vetme në këtë libër ka qenë se mos ndoshta isha e vetme në të vërtetën time. Fakti që më shkruajnë shumë gra sot që identifikohen, gra që kanë qenë në betejë, që janë në betejë, gra të shëndetshme, dhe sepse aty nuk është, ju e keni lexuar librin, ai nuk është një libër që të merr dhe të mban klinikave dhe spitaleve. Ai është një libër që të çon në fëmijërinë time, tek prindrit e mi, tek jeta ime personale, tek jeta ime profesionale, pra është një lloj, ka shumë çka aty brenda. Dhe për të kaluar te sinqeriteti, për mua është shumë i rëndësishëm sepse mendoja që ndoshta kjo do më shpëtonte tek libri. Unë nuk jam një shkrimtare me përvojë. Dhe kjo ishte sfida ime e parë letrare, pavarësisht se unë nuk e kam menduar këtë libër, nuk e kam menduar një ditë tjetër si një hyrje në skenën letrare, si një hyrje në letërsi. E vërteta është veton që unë e pash këtë libër si një libër të nevojshëm, si një libër të domosdoshëm. Të thash pak më përpara që unë dija fjalën mastektomi nga Angelina Jolie. Pra, e bën Hollywoodi këtë, se ndërgjegjëson, ajo e ka treguar këtë sepse e ka qenë preventive, ka qenë parandaluese tek ajo, jo si në rastin tim. Por unë e kuptova gjatë ditëve të para, se javët e para kanë qenë më të vështira, siç i përshkruaj dhe në libër, 3 javët e para, sepse me sa duket, çdo gjë, çdo fjalë, çdo kurim është tek fjala. Shërimi është informacion. Okay. Unë mendoj që një njeri informuar në çdo sferë të jetës mund t'ia dalë më mirë. Dhe unë kuptova që një pacient i pa informuar nuk e shpëton dot mirë jetën e vet, sado të gjej doktorin më të mirë në botë. Pra, ti mund të gjesh, mund të jesh në spitalin më të mirë, mund të jesh duke bërë kurën e dur, por të duhet të jesh informuar. Dhe unë kisha nevojë të isha informuar, kisha nevojë edhe për rrëfime që nuk i gjeja në Shqip. U lodha shumë me rrëfimet, siç e ke parë në libër, nga Angelina Jolie tek Carla Bruni, e cila ajo gjithashtu ka kaluar një kancer në gjip, por ajo ka bërë vetëm lampektomi, se kam informacion për të gjitha, deri te gruaja e Tom Hanks, e cila kishte njëjtë si unë edhe diagnozën, edhe faktin se si e kishte përjetuar, dhe se si kishte shkuar për të marrë një opinion të dytë. Domethënë, thjesht nuk kishim ne të dyja Tom Hanksin, Tomin e kishte ajo, por kishim të njëjtën diagnozë. Aty kuptova që kishte nevojë për rrëfime dhe thash, okay, përveç se për veten time, sepse ta thash në fillim që për mua shkrimi është mos mbetesh peng i frikrave të tua në radh parë, dhe kur e thua ti e zvoglon dhimbjen, je më mirë. E racionalizon, faktikisht. E normalizon për bindshin e vogël. Po pra, e racionalizon, e sjell brenda një kontekstin në cilën ti mundet, edhe ky racionalizim ty të sjell te dy formulime që i mbajnë mend kështu, që janë i pari është ideja se do të mbetesh me dy karanfil pas operacionit do të mbetesh me dy karanfil të vyshkur. Sepse i përshkruaj gjinë si dy buqeta me trëndafila, dhe kisha merak se mos ishin dy trëndafila. Okej, me trëndafila, jo me karafila. Trëndafili më pëlqen më shumë. Qartë, po ideja e operacionit ishte që do të mbetesh me dy trëndafil të vyshkur, dhe vend të dy trëndafilëve të vyshkur, doktor Tani krijoi dy dardha. Ose ti përshkruar. Në fakt ka krijuar dy trëndafil artificial shumë të bukur. I kam thënë që kur e kam parë gjirin tim, sepse sigurisht unë nuk e dija në atë momente që kisha nevojë për atë përkujdesje estetike. Për mua kishte rëndësi vetëm të jetoja, se jeta është shumë e çmuar. Por në atë moment ishte Por një burr mendoi për mua. Dhe ai ishte doktori im i dashur. Kur e pash, sigurisht më ka dhënë besim, dhe t'jep vetë besim kjo gjë, pak më vonë, sepse ti nuk e shikon veten me shenja
Po edhe ishte mesazhi më i mirë se ti do të mbijetosh. Patjetër, Edhe do të mbijetosh edhe do të vazhdosh si grua. Dhe do të vazhdosh jetën tënde si grua dhe si një grua e bukur, me gjinjë të bukur. Dhe me humor i them doktor Tani që ma ke bërë këtë gjoksin perfekt. Jo, më thamë, ta kam bërë të bukur se perfekte është vetëm natyra. Perfekt është Zoti, perfeksionin e krijon Zoti. Absolutisht. Ai lidhet me Zotin, doktor Tani. Mirë, në këtë brutalitet, sinceriteti, me racionalizimin e dhimbjes dhe të momentit të ballafaqimit me smundjen, megjithatë ti po ashtu projekton një analizë se ku do të vazhdosh pastaj. Domethënë, vendimi yt është nuk mund ta vazhdoj këtë kurrën në Shqipëri, përkundër një kujdesi të jashtëzakonshëm të njerëzve me të cilët reaguan instinktivisht. Dhe më duket nuk dia do të ndodhte një gjë e tillë në ndonjë vend tjetër që të reagojnë kaq shpejt sa kanë reaguar mjekët tu në Shqipëri. Po, unë kam bërë ndërhyrjen për 10 ditë. Po. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse ti ke mundësi ta bësh kur jeton vendin tënd. Dhe kur isha me fat në këtë kuptim, në një kuptim, por më beso pjesa më pas ka qenë një kalvar i dhimbshëm, shumë i vështirë. Në fillim kam qenë në presionin dashamirës, dikush edhe më ka paragjykuar se si ka mundësi ti e një grua e re duhet shkoje ta bëje këtë ndërhyrje në Itali, sepse janë spitalet, janë klinikat, specializimi është më i madh. E vërteta është që unë mora një vendim të shpejtë. Ditën e parë, mora një vendim të shpejt, po ta them, nuk e kam thënë kaq troç në libër, po mora një vendim të shpejt sepse e dija që duhet të bëja operacionin, kisha vetëm 3 podcaste rezervë dhe pata shumë frikë për faturën financiare të kësaj sëmundje dhe e dija që do më duhet të rikthehesha me intervista dhe të vazhdoja punën paralelisht me shërimin dhe me petejën time për jetën me sëmundja. Dhe kjo është një pjesë e cila mu është shëndrua në pyetje. Do më thonë, a do t'i ndodhte Ermira Kazhanit nga Burreli, e cila punon në bashkinë e Burrelit, që të mbrit ta ketë këtë vëmendje, e jo Mira Kazhanit, e cila është personalitet publik dhe i cili përqafohet me njëherë kujdeset me njëherë. Po nuk ndodhi kjo në fakt, doktori im nuk më njihte fare, më ka thirrur për gjysmëore Anila. Kështu që ishte mundet e ta kisha patur të privilegj, por unë nuk rastisa tek doktori që të më njihte. Doktori im është pak personazh atipik, ndoshta duhet ju keni rastisur se edhe ti ke një shtëpi në Durrës, edhe jeton mes fundjavave atje me dashurinë e tij tjetër Sirenës dhe 4 fëmijës dhe 4 fëmijëve të tij dhe sallës operacionit. Nga fundi u ndje keq që nuk e dinte kush isha unë. Kështu që nuk mund të them që ishte një përgjigje se unë isha Mira Kazhani e njohur, unë isha Anila për doktorin tim. Okay. Kështu që ai veproi siç do të reagonte me një grua 44 vjeç që do ta takonte me syt me lotë dhe trembur si çdo grua tjetër. Që flet shumë më tepër për kujdesin se sa çdo gjë apo jo. Besoj. Kështu që unë qëndrova në Tiranë edhe për këtë arsye. Pastaj rrugtimi ishte shumë i vështirë. Sepse aty unë e kuptova që isha në këpucët edhe në lëkurën e çdo gruaje apo vajze të zakonshme në Shqipëri. Sepse kur vjen puna tek sistemi shëndetësor, te testet dhe analizat dhe te kura që ti do të vendosësh, nuk ka rëndësi kush je, nëse ti ke zgjedhur të kurohesh në Shqipëri, është një përballje shumë e vështirë, torturuese. Nuk jemi të mbrojtur nga sistemi. Jo, nuk ka rëndësi fare kush je ti. Ata që kanë para, kanë mundësi të shkojnë jashtë, e vërteta është që do të bëja gjithçka për të shëruar, që të kuptohemi. Do të shisja shtëpinë time që e kam bler me djerse dhe me një kredi të mirë. Por do të bëja gjithçka, do të shisja makinën, do të bëja gjithçka për të shëruar. Por unë qëndrova në Tiranë, siç e thash, sepse nuk doja që të humbja kohë, sepse kisha frikë për faturën financiare që do të vinte dhe kjo pastaj ka të bëjë me atë fatkeqësinë në cilën ne jetojmë. Një grua si Amantja, doktoresha që e ke hasur në librin tim, ajo është moshatarja ime, ka ikur nga
Tirana në 97-ën, unë kam ardhur në Tiranë një vit pas asaj në 98-ën, ajo është doktoresh në Amerikë, ka patur një diagnozë siç edhe unë në gjithë dhe aty mes asaj dhe meje ishte një botë e tërë. Më duke ndonjëherë sikur jetoja prapa dielli dhe jam ndjer shumë inferiore. Dhe më vinte shumë keq për veten sepse mendoj që kam punuar veton që kur kam qenë 21 vjeç. Madje edhe kur isha në fakultet, bëheshin këto panajiret dhe gjeja një mënyrë që të shkoja në panajir që me paratë e panajirit të blija libra që më duheshin për shkollën apo ndonjë palë xhinse të bukura, sapo kishim blerë një shtëpi në Tiranë me ca borxhe të vogla, njerëzve tanë të dashur që ishin jashtë, kështu që nuk ka qenë një rrugë e lehtë dhe ti mendon që je Mira Kazhani, unë me thënë të drejtën jam Mira dhe ndjem shumë njeri i thjesht, po ti mendon që ke bërë një lloj, e ke bërë gavetën, e ke bërë një karrierë, ke bërë një emër, ke punuar, edhe ti mendon që një ditë do të të kthehet mbrapsht ajo që ke bërë ti për vendin tënd. Unë gazetarinë kam parë si një profesion dhe si nder në jetën time, e kam bërë me shumë pasion, e kam ditur që nuk do të bëhem asnjëherë e pasur edhe ndoshta pikërisht se e pash kështu, Zoti më ndihmoi dhe më deshi aq shumë sa që nuk mu deshën shumë para për të shëruar. Dhe nga kjo perspektivë ti ishe dy sisteme, dhe dy njerëz domethënë e doktor Tanin i cili përkundër mungesës së sistemit tregon një kujdes të jashtëzakonshëm dhe ballafaqohesh me mjek italian të cilët janë pjesë të sistemit dhe po ashtu tregojnë një njerëzi të jashtëzakonshme ndaj teje. Ata e kanë më të thjeshtë të tregojnë njerëzillëk, të jenë njerëzishëm, sepse doktori im besoj duhet takoj, e kam pyetur 60-70 pacientë në ditë, ndërsa doktori italist takon 7 pacientë në ditë. Unë mendoj që një doktor i mirë nuk e ka në dorë ta rregullojë sistemin shëndetësor, por një sistem i mirë shëndetësor është në gjendje të prodhojë qindra doktor të mirë dhe dinjitos. Nuk e di tani se si ndodh me Turqinë, se më duket tek mjekësia biznes dhe mendoj që mjekësia si biznes e ka shëmtuar raportin pacient-mjek. Mjekësia si biznes është edhe në Amerikë, po prap kanë mundësi, nëse je pjesë e sistemit ti funksionon. Ndoshta nëse je një urgjencë, do të fusin me njëherë, se i ka marrë të gjitha të dhënat. Jam shumë informuar për spitalet nga do. Tokyo është më e mira në botë për kancerin e gjirit, por për mua, nga përvoja ime personale dhe njeriu flet, dhe në libër unë kam treguar të vërtetën time. Se siç thot Yuval Harari, realiteti është një, të vërteta janë shumë. Ajo është e vërteta ime. Dhe ndoshta për këtë arsye kisha frikë se të mos isha e vetme dhe më vjen mirë që nuk jam e vetme, sepse unë jetova në Itali, po të ishte e vërteta ime unë jetova në Shqipëri, po të ishte e vërteta ime në Itali, me siguri do të ishte një e vërtet më pak e dhimbshme, përgjigje do t'i kisha marrë për 3 javë, nuk do të kisha patur kriza të vogla mosbesimi, apo dhe të mëdha, kam patur dhe momente të errta ku kam patur frikë dhe kam thënë, a bëra mirë që qëndrova këtu? A duhet isha kujdesur unë? Mos unë nuk u tregova largpamse për jetën dhe për shëndetin tim, nuk po kursehesha, unë thjesht kisha frikë të ikja në Itali për atë që ta shpjegova mos bien përsëritje, por mjekësia humaniste është në Itali veton. Sepse e para atyre ua ka krijuar sistemi atë gjë, janë dhe pak njerëz komunikativ. Në Instituto Nacionale dei Tumori unë jam shëruar. Ata nuk bën asgjë për mua se mua më kanë shëruar mjekët në Shqipëri, mua më ka shëruar Zoti, më ka shpëtuar Zoti sepse unë e kapa në stadin e parë dhe isha me shumë fat në fatkeqësi. Por ata janë, e kam kuptuar, është ndërtuar një sistem i tillë që atyre u jep shumë dinjitet dhe kjo i bën ata dhe të njerëzishëm. Por janë dhe me këmbë në tokë. Kam një moment se janë 2 Giuseppe në Itali. Se më ndishte dyshi. 2 nëntor, bilateral, në të 2 gjintë dhe shkoj në Instituto Nacionale dei Tumori dhe pres që të takoj Giuseppen tim, cilin e kisha kërkuar në Google, një mjek i pashëm, diku tek 70-tat, shfaqem tek dera, sigurisht prita, nuk të duhet atje të mendosh se ku do kalosh dhe s'të duhet të pyesesh askënd se ku është zyra e stenologut. Sepse është gjithçka e menduar që ti të mos kesh kaos. Jo si kaosit tek onkologjiku që e ke lexuar, besoj,
të kujtohet rrëfimi me një roje që të thërret, mos parko makinën aty, futesh në korridor, askush nuk të sheh me empati, as doktorët, as infermierët, as të sëmurët, as pacientët, as shoqëruesit, secili kërkon është ai rregulli i xhunglës tek ne. Unë them që ne për te këtij rregulli i xhunglës ne jemi njerëz me zemrën ngrohtë dhe po të na japësh mundësinë ne e tregojmë veten, sepse këtë e kanë treguar shqiptarët nga do që shkojnë. Pra si individ nuk është rastësore që ne funksionojmë kaq mirë, por ne na ka munguar ky sistemi. E gjen mënyrën, janë shiritat dhe në bazë të ngjyrës së shiritit ti do të shkosh deri tek zyra dhe pret te zyra dhe atje. Kam pritur 1 orë gjysmë. Nuk është se nuk pret dhe nuk kur të thrasi doktori dhe kur shfaqem aty më del një Giuseppe i ri, i vogël, Giuseppe Junior. Thash, unë ngatrova tani, që nga Giuseppe që kisha dhe s'po prisja Giuseppen a una certa età, thon italianët, në një moshë të caktuar, sepse isha ende shumë e brishte dhe e trombur, doja besim. Edhe thot ai, jam asistenti i doktor, edhe ai ishte onkolog, ishte i ri, si duket ishte asistenti i Giuseppe Caprit, i Giuseppe së madh. Po unë kam folur vazhdimisht me Giuseppen e vogël, për çdo gjë që thoshte Giuseppe i madh. Dhe Giuseppe vogël ishte shumë i kujdesshëm që të më jepte mua informacion dhe kur unë nuk e pyesja. Pra në Shqipëri, me gjithë dashurinë mua më duhet i pyesja mjekët. Nuk të shkruan askush përpara. Madje ai më shkruante edhe kur analiza nuk kishte dalë. Sepse atje më desh të ribëja biopsin për shkak se pa bërë ata vetë biopsin nuk të çojnë materialin në Kaliforni ku është një analizë që bëhet vetëm atje për të gjithë botën. Është interesant ky kontrasti i shqiptarëve, kneja ndaj kufirit. Ne jemi zhvilluar në socializëm dhe tash e gjejmë që vendet tona janë ultrakapitaliste në kuptimin e shëndetit, arsimit e tjera, ndërsa shteti social, për shtet social shkojmë në Itali, shkojmë në Gjermani, Angli, Gjermani, në Zvicër. Italia dhe ishin 2 Giuseppe dhe Giuseppe më merrte vazhdimisht në telefon dhe më sqaronte dhe një gjë që më ka bërë përshtypje shumë, përveç humorit tim kur them që më dukej sikur më donte, nga që më fliste aq mirë, në fakt ai thjesht bënte punën e tij, po kjo është një sa jesë e bukur e imja, për treguar se sa mirë. Edhe ndihmon për shërim. Po, ndihmon për shërim se nuk keq kuptohem, nuk e ngatroj dashurinë e burrave. Në këtë moshë të paktën jo jam pjekur. Por ishte një mënyrë për të thënë unë se sa bukur flasin ata dhe sa mirë të trajtojnë. Dhe është një moment kur ai më telefonon për të më thënë që bashkë me Giuseppen kishin vendosur që terapistime duhet i shtohej dhe një test që bëhej në Kaliforni dhe për këtë arsye duhet të ribënim biopsin. Shkëputet telefoni dhe unë mendoj që bie linja. E ritelefonoj Giuseppen dhe i them me sa duket ra linja. Jo, thot ai. Më mbarua mua oferta, nuk kisha më para për të folur. Më ka mbetur në mendje ky moment, sepse kuptova që ai nuk ishte një mjek i pasur. Dhe nuk e bënte atë se po fitonte para. E bënte atë se e kishte mision, e bënte se e kishte vokacion. Është etika e bënte se e kishte etik. Po. Dhe fitoi shumë pikë në botën dhe në zemrën time, me thënë të drejtën, e vlerësova shumë dhe jam ndier shumë mirë, kam bërë shumë mirë që kam shkuar atje, siç kam bërë dhe shumë mirë që kam qëndruar në Shqipëri për pjesën që kam bërë në Shqipëri. Unë jam shumë e kënaqur për eksperiencën me doktorë dhe me mjekët apo me imazherisët në Shqipëri. Nuk kanë gabuar në asnjë lloj diagnoze. Është e njëjta si në Shqipëri dhe në Milano. Por tek e fundit dalin pak te letërsia, është si puna e letërsisë, është mënyra se si ta thon dhe mënyra se si vjen tek ti, sepse kur je i sëmur shërohesh dhe me fjalëve ton. Po. Edhe kjo kërkesë, domethënë ky kërkim i yti për të gjetë shprehje, shifet edhe në Ballinë. Andri Sala ka bërë një punë të mrekullueshme me ballinën e... Ka bërë unë i kërkova një ballinë, ai më dërgoi një vepër arti. Andri Sala, jam shumë mirënjohësa. Artisti jonë i njohur. Në Berlin jeton tash. Po. Ti po përpiqesh prej këtij rrëfimi me kriju një vlerë universale dhe ke mbrit natyrisht, sepse e bën këtë kalimin e dhimbjes, racionalizimit, dhimbjes, ballafaqimit. Është kontrasti mes Mira Kazhanit e cila përpiqet të vazhdoj podcastin e saj edhe për 3 javë të tjera, përderisa kjo vazhdon. Dikun del ai deli yt
Matian Malsor i luftës i përballimit. Por Faleminderit që ma the këtë, më pëlqeu. zëri yt është zë i qetë. Jo vetëm në shkrim, por është zë i qetë edhe në podcast. Edhe kjo kontraston jashtëzakonisht me shoqërinë në të cilën po zhvillohemi. Pse kjo qetësi? A është rebelim? A është rebelim i yti? Jo, më shumë se sa rebelim do thoja është një evolim i imi. Unë nuk kam një podcast polemizues, polemist. Unë nuk besoj të shpejtësia, edhe pse vendimet për sëmundjen i mora shpejt. Nuk besoj të gazetaria e shpejt, e di ajo i përgjigje të përditshmes, është ambulanca me lajmin e fundit që shet shumë, e diktoj në një kuptim edhe bota online, interneti, gjithçka, njerëzit rendin, i duan gjërat shpejt, i duan lokum, themi ne, i duan paket. Është një gazetari që nuk kushton, është shumë e lirë, nuk kërkon shumë talent, nuk kërkon shumë fakte. Ka që e bëjnë mirë, shpejt edhe me fakte, po janë raste shumë të ralla dhe shumë të izoluara dhe nuk besoj që ndiqen dhe aq shumë. Në 2021-shin, unë pata një krizë profesionale, se dia të ka ndodhur dhe ty, po njerëz jemi, kemi gjithë ato krizat tona të brendshme, nuk kisha një krizë kështu, jo depresion, në përgjithësi jam njëri që depresioni më i gjatë më zgjat 2 orë. Nuk e di pse nuk bie dot në depresion, prej natyre nuk jam krijesë tragjike, prandaj dhe libri nuk është tragjik, edhe pse un kam folur në vetvete për një sëmundje që njerëzit i tremb, po kur e lexojnë askush nuk hidhërohet, mund të emocionohet apo të qesh, pra të bëj të qesh edhe të qash, por un prej natyre nuk jam krijesë tragjike dhe më vjen mirë për këtë. Por nuk jam as krijesë e lumtur. Pra, se ka 2 lloj njerëzish, janë ata njerëzit që tragjizmin e tyre e shesin si një mendje të thellë, se janë shumë tragjik nga që kjo shoqëri nuk i kupton, jeta nuk ju ka dhënë më të mirën, dhe janë këta njerëzit që nuk ju intereson asgjë dhe justifikojnë çdo mosarritje me lumturinë e tyre të pa motiv. Përpiqem mos të jem asnjëra prej tyre në fakt, po prej natyre jam e qetë. Kam qenë gjithmonë kështu natyrë edhe sociale, por edhe fëmijë individualist. Fëmijë që kam ndënjur me veten time, kam ndënjur shumë me gjyshin dhe me gjyshin në mat. Edhe ata më kanë rritur 3 muaj vere, kam qenë atje, kam qenë fëmijë që hipja në pemë. Shkoja me gjyshin kur gjyshi ka qenë infermier veton, edhe udhtonte 2 orë gjysmë për të bërë një gjilpër. Më merrte ndonjëherë për dorë dhe e mbaj mend mirë. Nuk pranonte të ulte të pinte dhe një kafe, apo të merrte një moll mbrapsht. Njeriu dhe një fëmijë sidomos rritet me forcën e shembullit. Nuk është ajo që të thonë që të rrit, po është ajo që ti ke parë. Kështu që unë këtë e kam parë tek familja ime dhe prandaj më pëlqeu që më risolle matin, forcën matiane që është më shumë nga ana e mamit forca. Babi janë të 2 matian, po babi ka qenë njëri pak më i qeshur me jetën. Dhe po është e vërtet që podcasti im nuk i përket gazetarisë sensacionaliste. Në 2021-shin përjetova këtë krizën e vogël profesionale dhe po mendoja se çfarë duhet bëja. Unë kam edhe një website tiranapost.al ku të rinj vinë, mësojnë ose nuk mësojnë dhe ikin. Edhe po bëja, po xhiroja në vend, themi ne, nuk është se po bëja një hap përpara. Po dhe vetë nuk isha më e sigurt në atë treg, në atë medium. Të tjerë bënin më mirë se unë gazetarin e zërit të lartë. Pash që njerëzit me televizionet e mëdha, gjigantët, punojnë për t'i nxjerrë gjërat në YouTube në fakt, po janë te gazetaria e sensacionit, pra merr edhe postosh, një supermarket, aty është një fast food i shpejt. Dhe thash, okay, unë dikur kam bërë një rubrik në gazet që quhej Lunch with Mira. E kam parë tek Financial Times, Ylva Tare, të shtunave. Ylva Tare ishte në master në Angli dhe kthehet dhe më thotë që ti duhet bësh këtë rubrik. Unë mendoj që ti mund ta shkruash. Se kishim patur një përvojë të shkurtër një vjeçare në një emision mëngjesi. Nisa ta shkruaj, jam e çuditur pse nuk kemi takuar bashkë, që janë gjithmonë planet e mia, po kush e di se si e ka menduar dhe jeta nuk na ka takuar. Dhe ishte një rubrik që lexoi të shtunave.
Dhe mendova që rubrikën do ta ktheja me Z. Po. Me shpresën që ndoshta ajo do të tërheqi një kategori të vogël. Në fakt kuptova që janë shumë më shumë. Njerëzit sot podcasti është mjaft i popularizuar. Dhe siç thot miku ynë i përbashkët Enver Obaeli, ai ma ka gjetur ose mua më pëlqen ta besoj se që një moment kur e pash që po ndiqej shumë në Kosovë, un kam shumë audiencë të mirë në Kosovë, jam me shumë fat për këtë dhe e pyes Robellin, i them, Robell, po pse mendon ti që ky podcast po funksionon? Se unë gjithmonë mendoja që do ta bëj dhe këtë muaj, se nuk mendoja që do ta bëja edhe vitin tjetër. Jam në sezonin e 6, futem në vitin e 6. Dhe Robelli më përgjigjet nga matan telefonit, sepse ti i ke tronditur me normalitet. Dhe kjo është përgjigjja më e mirë. Kjo është përgjigjja më e mirë. Unë fakt thjesht po tregohesha normale. Kalova te gazetaria e rrëfimit. Dhe e vërteta është që në podcastin tim, unë nuk dua që të ftuarit të ndjehen të pyetur, po dua që të ndjehen të dëgjuar dhe sidomos nëse është e mundur dhe të kuptuar nga ata që i ndjekin. Dhe ky është tash një problem i madh për gazetarin gjithandej, sepse përderisa gazetaria në Shqipërinë mas madhe është e manipuluar për interesave të ndryshme politike, ekonomike të tjera. Dalja e podcastit dhe e podcasteve të kësaj natyre prish në një farë forme monopolin rrëfimtar, ta quajmë ashtu, të mediave të mëdha. Nuk ka qenë një garë imja me mediat e mëdha, sepse nuk besoj se unë do të fitoja ndonjëherë me mediat e mëdha. Dhe as nuk kam dashur që të fitoj dhe nuk është ajo gara ime. Po shoh që mediat e mëdha po bëjnë podcaste. Edhe nëse ata kanë vendosur të garojnë me njerëz modest si unë, shumë bukur, kjo është një kompliment. Kjo është fitore jotja. Jo, e vura veten dhe shumë të tjerë si unë që po bëjnë podcaste, edhe pse ndoshta jam ndër të parat, por e vërteta është që unë thjesht doja të bëja launch në YouTube. Mua mi mbyllën dyert, e dija që nuk do kisha një derë të hapur në asnjë nga mediat e mëdha, dhe unë e gjeta zërin tim në YouTube. Ju a them gjithmonë të rinjve që takoj që nëse ti ke dëshirë të punosh, ka gjithmonë një mënyrë për të punuar. Ka qenë një moment i errët, një pikë e errët e imja në jetën profesionale, ku më shumë kisha njerëz që nuk më pëlqenin se sa më pëlqenin, apo më ndiqnin më shumë ata që s'më pëlqenin. Se tani ka një lloj ka një tjetër perceptim, po që një moment pak jo fort i mirë në jetën time profesionale, me goxha keq kuptime. Por që e vërteta është që kjo është, unë doja ta bëja këtë gjë. Doja të bëja të gazetarin time të rrëfimit, të dëgjoja njerëz, pra që nuk i pyesja, pra që nuk ndiheshin i pyesja, por i pyesja për t'i dëgjuar, jo për të marrë përgjigje. Edhe ika nga përgjigje tradicionale, dhe ata që thonë që jam pa punë edhe jam i mërzitur se askush nuk po ma hap derën, shtyje derën. Krijoje derën dhe unë e krijova në YouTube. Jo për të bërë një podcast, sepse është pak për qeshur kjo. Jo për të bërë podcast. Kisha parë podcastet në Amerikë, por ishin të gjithë me zë, nuk ishin dalë ende me figurë, se tani po i bëjnë të gjithë me figurë. Po ishte në kohën kur ishin më shumë si zë, po në Amerikë zëri funksionon sepse janë distancat e largta. Ndërsa ne sa janë gjasat që të dëgjojmë. Ne shqiptarët sikur duam edhe me u pa. Edhe thash, okay, do ta bëj edhe me video, se mendoj që kjo mund të pëlqejet. Bëra 4 provat e para që nuk ishin shumë të suksesshme. Po ndoshta edhe unë nuk isha në më të mirën time. Dhe pastaj shkova me një shembull, më duhej një provë dhe i kërkova CEO-s Abibank, Andi Baltës, një mbështetje për podcastin tim. Jo për podcastin, për projektin tim. Dhe ai më tha që, po ti tha do të bësh podcast, me sa kuptoj, se ka jetuar në Amerikë. Po e rrëfej për herë të parë këtu tek ju. Edhe, okay, tha, do të ndihmoj, do të t'jap një mbështetje për 6 muaj. Dhe mendoj që kjo është e mjaftueshme, sukses e mira, mirupafshim. Okej, u gëzova shumë që mora mbështetjen, dhe sa herë që e postoja në Instagram edhe në rrjetet sociale intervistën time që e kisha kaluar në YouTube, shkruaja podcast. Thjesht për t'i bërë qefin CEO së bankës.
Ja kam thënë aty, kështu që dhe ai ka qeshur, nuk mendoja që unë po bëja një risi në fakt. Unë thjesht po kërkoja, unë shkova te risia në mënyrë instiktive. Pra unë doja vetëm të bëja diçka të mirë. Dhe nëse quaj podcast, le ta quajmë podcast. Edhe i prije kësaj pune. Dhe tani të gjithë thonë ajo ka parë diçka, e dija podcastin, po nuk mendoja që po bëja podcast. Kjo është e vërteta ime, por shumë bukur. Dhe kjo është ardhmëria? Do doja shumë që e ardhmja gazetarisë të ishte një gazetari që shkon drejt kuptimit, drejt fakteve dhe jo thjesht informacionit. Unë mendoj që ne kemi boll informacion, kemi më shumë informacion se sa na duhet, madje jemi të bombarduar nga gjitha anët me aq shumë informacion sa nuk dim cilin të besojmë. Mendoj që dhe faktet nuk mungojnë, e tërë ditën lexojmë fakte, denoncimet nuk mungojnë, por prap jemi këtu si në Shqipëri dhe si në Kosovë me shumë halle. Prandaj edhe të ndëgjojnë, domethënë prandaj ka njerëz që dëgjojnë rrëfimin individual sepse janë të lodhur. Janë të lodhur nga kjo shumicë informatash të cilën e marrin. Më shumë se sa një gazetari e mirë, mendoj që do ta shpëtoj lodhja e gazetarisë së keqe, do ta ndihmoj shumë gazetarinë e mirë. Gazetarinë e zërit qetë. Unë mendoj që ka vend edhe unë nuk jam kur e mendimit që ne duhet përjashtojmë tjetrin që ne të quhemi se jemi mirë. Unë mendoj që dhe gazetaria e shpejt edhe ajo gazetaria e nxituar ka vendin e vet, se të çon të mendosh. Dikush do ta thotë lajmin e fundit, dikush do të janë këta personazhet që besoj janë dhe në Kosovë dhe në Shqipëri që janë të kudo gjendur, që i dinë të gjitha dhe gëzojnë çdo teori konspirative, kanë tregun e tyre dhe ata. Po ne po flasim për domethënë nuk po flasim për media tradicionale, ma tash po flasim edhe për Facebook e për media sociale, ku kemi aq shumë kapacitet generativ informator sa është friksuese. Është friksuese dhe ti nuk je në treg me atë. Unë doja që të kërkoja njerëz me rrëfime. Janë 3 gjëra që duhet të realizojnë me cilën unë luftoj në platformën time. Pra të gjej personazhe që kanë një jetë atipike, që kanë një jetë jashtëzakonshme, që mund të jenë biznesmen, mund të jenë aktor, ka shumë vështirësi, unë kam shumë njerëz që dua t'i marr cilët thonë jo. Dhe më vjen shumë keq që pse ne kemi ende këtë kulturë të mos tregimit. Nuk mendoj që është faji tyre që nuk duan të tregojnë. Mendoj që nuk ju kemi krijuar një ambient të mirë. Kam takuar njerëz cilët e vlerësojnë podcastin, më thonë dhe që e ndjekin, por vetë nuk duan që të vinë të flasin. Për shembull, unë kam shumë dëshirë që të bisedoj me Yll Kamuja. Është siç kam patur shumë dëshirë të bisedoja me Robert Ndrenikën, që është me fat që e binda. As vet nuk e di se si e binda dhe se si ja dola, po që dhe një rrethan në fakt e vogël aty që më ndihmoi, që ndoshta një ditë do ta tregoj në librat e ardhshëm, por është e bukur sepse vërtet sa që ishte fanatik për të mos folur Robert Ndrenika, për të mos e dhënë një intervistë tjetër, pasi e bëri këtë gjë, çdo vit më uron për vitin e ri. Edhe për 8 mars. Kjo tregon që ai u ndje mirë që foli. Jo që foli, që tregoi. Besoj që Yll Kamuja kur ta lexoj librin, kur të sheh sa e sinqert ke qenë në libër, do të pranoj të jetë edhe ajo sinqert. Po, e kemi biseduar me Yllkën dhe më ka thënë që aq shumë më pëlqejnë podcastet dhe njerëzit që fton ti, të dua dhe të kam shumë xhan, por unë e kam vendosur që nuk do të flas. Dhe kjo është trishtuese. Dhe ma beso veton. Po të më thuash që do të dhuroj tani një Ferrari dhe një intervistë me Yllkën apo me yllka të tjerë, me njerëz që me Mira Muratin, unë do të zgjedh gjithmonë një intervistë më jep gëzim të jashtëzakonshëm kur bëj një podcast dhe një bisedë të bukur, kur takoj njerëz që më thonë gjëra që i dëgjoj për herë të parë dhe më lëndohem si fëmijë kur njerëzit më thonë jo. Unë s'po them jo, ke 15 minuta tash. Jemi? Jemi. I nisim? Jemi nisim. Po, atëherë. Veton Suroj, mirë se të gjeta në podcast. Mirë se vjen dhe mirë se të gjeta unë. Pyetja ime e parë është, kur ke ardhur ti për herë të parë në Shqipëri dhe dua të më risjellësh për jetimin tënd, atë që ke parë dhe jetuar, çfarë ke ndjerë? Ajo ka qenë java më dramatike në Shqipëri për mua dhe për shumë njerëz të tjerë, sepse kam ardhur në
shkurt të vitit 1991, ndërsa ishte greva e studentëve të universitetit, aso kohë të quajtur Enver Hoxha. Disa ditë para se të rrëzoi busti i Enver Hoxhës në monumenti i Enver Hoxhës në Shesh, dhe erdha në një mision i cili ishte që të bisedoja me përfaqësuesit e pushtetit aso kohe, me atër shokun Ramiz Alia, dhe me përfaqësuesit. Se deshi the Zoti. Deshi the Zoti. I thash, Zotni Ramiz e quaj. Si u përgjigjaj? Ati vinte habite, do më se ishte kjo shkodranqja e... Edhe ai ku pa folur. Edhe ai ku pa... Ndose ai ka folur me Blerim Shah në një libër, ka dhënë një intervistë më të gjatë. Okay. Dhe ne kemi pas disa biseda gjata, por ishte ideja që të bisedonim me pushtetin dhe me opozitën, ne kosovarët që vinim atje, të tregonim se interesi i Kosovës ishte që të ketë një tranzicion, që mos të ketë dhunë, që do të ishte pashmangshme që Shqipëria të bëhej vend demokratik, që të bëshin zgjedhje të para sa ne mund të ndihmonim, pse ne ishim në hall këtu në Kosovë, para sa mund të ndihmonim të ndihmonim, ishte vendimi i përbashkët i gjitha partive politike shqiptare të ish Jugosllavisë aso kohe, që të përpiqemi të ndihmojmë tranzicionin në Shqipëri. Dhe ndejta aty 6 ditë ndoshta në Tiranë, ishte kohë shumë dramatike, për të cilën po shkruaj, po ashtu, kështu që do të dalë në libër, dhe pjesa asaj jave ishte formimi i këshillit drejtues, nuk se quaj i Partisë Demokratike të Shqipërisë, ishin demonstrata e parë apo mitingu i parë në Kavaj, pash se si njerëzit turrëshin për në Durrës sepse kishin dëgjuar se po vinte një anije, më ishte një javë e jashtëzakonshme. Vazhdonte greva në... Keni fotografi? Në universitet. Nuk kam fotografi, duhet të ketë sigurimi i shtetit. Nuk kam fotografi. Si dukeshit në atë kohë? Në atë kohë kam pas mjekër të zezë, kam pas flok kaçurel, kam qenë shumë ai i ri natyrisht. Me cilin politikan në Shqipëri, që pas viteve 90 e këndej, keni ruajtur një raport miqësor të pa prekur nga krizat apo keqkuptimet. Ju besoj keni takuar shumë prej tyre, unë di që keni patur dhe miqësi të ndryshme, po nëse ka një emër, edhe e thoni? Ndoshta nuk është vendi për të folur për politikë. Unë jam përpjekur që të ruaj miqësinë, është e vështirë kjo puna e miqësisë dhe politikës, sepse veprimi politik ndonjëherë të fut të rrugëve të cilat ti nuk i ke para, si nuk i ke paramenduar ndonjëherë, por me të gjithë jam përpjekur të ruaj dy gjëra, një aftësinë që të komunikojmë të papenguar, pra duke respektuar edhe thellësinë e mendimit, edhe që mos të kem dorza. Unë kam qenë gjithmonë i tharë që të bisedoj me njerëz edhe në politikë sa më hapur. Dhe dyta që ta ruaj konfidencialitetin e asaj bisede, sepse nëse bisedon me një njeri i cili është në sferën publike dhe ti fillon pastaj t'ia botosh mendimet ati, atëherë nuk ke bërë gjë. Nëse natyrisht këtë e bën për libër, është punë tjetër, por deri më sot kam ruajtur në përpikëri të drejtën e njerëzve me të cilët bashkë bisedoj që t'i ruaj nga publiciteti. A ka miqësim politik? Ka shok politik? Besoj që ka miq. Pastaj a janë politik, a janë në treg, a janë në gazetari, a janë në ekonomi, është punë tjetër. Por miqësinë duhet ta çmosh aty ku e ke filluar, ku e ke zhvilluar. Keqkuptimi më i madh për ju?
Personal? Po, personal, profesional, unë besoj personalja dhe profesionalia të një njeri publik e rrinë shumë afër. Keq kuptim nga kush? Një keq kuptim që mund të ketë qenë një perceptim apo një titull apo një gojdhën apo një Ndaj meje? Ndaj jush ka patur ndonjëherë një keq kuptim, diçka që për shembull ka qenë një keq kuptim dhe mund ta sqarosh. Ka pasur shumë, se njeri prej tyre bile ishte... Tregon që keni jetuar shumë. Po, ndyrë dinamike intensive. Okay. Po. Njeri prej tyre ishte, bile më ranë mend tash kur diç Fatos Nano, në vitin 2004 apo 2005, më duket 2004. Keni qenë miq me Nanën? Kam pas komunikim të afërt me Nanën. Edhe në vitin 2004, në disa prej gazetave që donin të musulmonin këtu në Kosovë, më duket edhe në Shqipëri dikund, doli se unë dhe Nano do bëshim baxhanak, dhe se Gjoana kishte një motor bjonde dhe se kishim parë me atë motor bjonde. Gjoana nuk ka motor, e kam pyetur zonjën Nano aso kohë. Si e ballafaquar me sulmet dhe me komentet e këqija për ty? Fillimisht, natyrisht, krijojnë dhimbje. Askush nuk është imun në fakt nga fjalës keqe. Ekziston një studim i jashtëzakonshëm para 10 vjetësh, më duket, kam qenë në MIT në Boston, Massachusetts Institute of Technology, dhe ata kam qenë në një konferencë lidhur me neuroshkencën dhe konfliktin. Është një metode e re e hulumtimit dhe shkencëtarët e MIT kanë incizuar pjesën e trurit i cili reagon ndaj dhimbjes. Dhe kanë matur dhimbjen që shkakton një ngacmim në i gjilpër, kështu, më thonë intensiteti i dhimbjes në kokë dhe intensiteti i dhimbjes nga fjala. Dhe fjala dhe gjilpëra krijojnë absolutisht të njëjtën ndjenje të dhimbjes në kokën e njeriu. Njeriu e ndin fjalën e keqe ndaj tij në të njëjtën formë siç e ndin agresionin fizik. Pa e lexuar këtë studimin, ata thash që parë? Po, ishte diku. Sa gjuhë flisni? 4 kështu rrjedhshëm dhe shkruajnë ato. A mund t'i rendisni? Po, shqip, serbo-kroatisht, anglisht, spanisht. Me randitjen në të cilën i kam mësuar. Përveç shqipes, cila është një gjuhë që të ndjesh mirë, të pëlqen kur e flet? Natyrshëm e kam anglishtën, më ka kohë që kam nevojë për pak kohë të filloj të mendoj, sepse njeriu mendon në gjuhën në cilat flet, dhe mu më nevojitet pak kohë të flas edhe të mendoj në spanisht, por njerë kur e filloj atëherë kam të rrjedhshme. Çfarë kanë qenë prindrit e tu? Prindrit e mi kanë qenë njerëz të jashtëzakonshëm. Babai im ka qenë gazetar, shkrimtar, sportist, diplomat. Ka qenë një njeri i apasionuar për kulturën, për artin, për politikën, për mirëqenjen e Kosovës, shqiptarëve. Nëna ime ka qenë etnologja e parë shqiptare në Kosovë, dhe ajo ka qenë apasionuar ndaj folklorit, ndaj veshjes kombëtare, ndaj traditave, ndaj gojdhënave, kështu. Të dy kanë qenë të ndër gjeneratat e para të njerëzve të arsimuar në fakultet në Kosovë, dhe ka qenë pjesë e një gjenerate të njerëzve të cilët e kanë shndruar Kosovën në shtet, faktikisht. Këshilla më e vyer e babait që e keni patur gjithmonë me vete, ne themi vës në vesh? Këshilla e tij ka qenë një lloj qetësie që ka pas, ndoshta edhe të pathënë, pa fjalë. Ka qenë që njeriu mos të ngutet në dhënien e vlerësimit, e mendimit, le t'i peshojë gjërat, edhe mënyra se si ai ka vepruar ndonjëherë ka qenë këshilla më e mirë. Dukeni një njeri që nuk nguteni, dhe ndonjëherë dhe pak i tërhequr në elitizmin tuaj, në intelektualizmin tuaj. Kjo është
është një streh e mirë apo i keni parë edhe të lashe kësaj natyre, këtij personalitetit tuaj? Të lashja është se gjithnjë më pak ka mundësi komunikimi. Domethënë, momentin kur fillon edhe thellohesh në një materie, atëherë gjen shumë më pak shok bashkë bisedues për atë materie. Nga ana tjetër, njeriu ka nevojë për një lloj qetësie deliberative, quhet. Çliruese. Sepse edhe demokracia si e tillë, domethënë shtetet demokratike janë ndërtuar mbi bazën e një bashkëbisedimi më të qetë. Agora, demokracia parlamentare lind në sheshin e Athinës, në Agora, dhe njerëzit bisedojnë, ndonjëherë bisedojnë më zëshëm, me siguri më zëshëm, kur janë në Greqi duhet bisedosh më zëshëm, por gjithsesi bisedojnë për të arritur në përfundime, të cilat pastaj shndrohen në përfundime të përbashkëta, në vlera të përbashkëta. Dhe kjo është demokraci. Ne tash jetojmë në një kohë dhe prandaj jemi përjashtim, besoj ti dhe unë, edhe shumë njerëz të tjerë, me siguri që merren me një formë të këtillë të mendimit, atë analizës, sepse përpiqemi të marrim me ngadalë një jetë e cila bëhet në Facebook, e cila bëhet në Instagram, një jetë që zhvillohet si në maraton. Me një shpejtësi të jashtëzakonshme, çdo 30 sekonda. Më thonë, tashmë kemi ardhur në një fazë ku shpërqendrimi, i cili ka qenë sëmundje klinike për fëmijë, tash shndrohet në normalitet, dhe ekziston debati, nuk e di a kanë marrë vendim ende, po ekziston debati në mjediset e psikiatrisë botërore, që shpërqendrimi si i këtillë, domethënë momenti kur ti e merr telefonin dhe shef çdo 30 sekonda, një minutë, mos konsiderohet sëmundje, po të konsiderohet normalitet. Po shkojmë aty, në fakt neve kemi një lloj varësie nga telefoni që të gjithë. Në çdo moment jemi duke bërë një scroll jo më larg, ne po regjistrojmë këtë podcast sot dhe unë sot kam publikuar një podcast me një mjeke psikiatre, është një zër shqiptar në Kopenhagen, në organizatën botërore të shëndetësisë Ledia Lazari, mbas edhe keni patur rastin të njiheni, është një profesioniste dhe po bëhen këto studimet e para për lidhjet e scrollit telefonit me shëndetin mendor. Me që shkuam te inteligjenca artificiale, çfarë mendon veton Suroj për inteligjencën artificiale? Barcoleta është s'pari duhet ta mrim këtë natyrale, por janë dy forma me të cilën e shoh inteligjencën artificiale. E para është revolucion teknologjik dhe si çdo revolucion teknologjik, padyshim se do të sjellë të mirat e veta. Padyshim se po i sjell të mirat e veta që tani, domethënë kapaciteti i analizës dhe i zgjidhjes së problemeve me të cilën po ballafaqohemi tash me inteligjencën artificiale është e jashtëzakonshme, do të ndihmoj një ditë grave që të evidencojnë mundësinë e tyre që të rreth kancerit të gjirit apo të shumë sëmundjeve tjera, domethënë mjekësinë do ta çojë shumë lart. Për llogaritje e probabiliteteve të sëmundjes do të jetë shumë e madhe në analizë. Problemi i dytë pastaj është filozofik. Problemi i dytë është kopjimi i modeleve gjuhësore të cilat rrjedhin prej nesh. Njeriu është qenje e gabueshme. Gjuha e tij është e gabueshme. Mendimi i tij është i gabueshëm. Siç ka thënë mjeku yt, vetëm Zoti është i pagabueshëm dhe shoqëritë tona, demokracia, domethënë sistemet ndërtohen mbi idenë e pagabueshmërisë së Zotit dhe gabueshmërisë së njeriut dhe gabueshmërisë së natyrës njerëzore. Religioni është një formë e korrigjimit të gabueshmërisë të natyrës njerëzore. Dhe meqense jemi në situatë të këtillë, projektimi i modeleve gjuhësore është projektim i gabueshmërisë sonë.
Edhe ky është një problem i madh filozofik brenda inteligjencës artificiale. Nëse je i gabueshëm me këtë kapacitet mendor çfarë ke sot, inteligjenca artificiale vetëm të jep shpejtësi për llogaritje, por jo llogaritje në premis. Pra, ti do t'jesh shumë më i gabueshëm, edhe për shembull në ChatGPT, kapaciteti i gabimeve është shumë më i madh. Po patjetër. Kapaciteti i zgjidhjeve është shumë më i madh, po ashtu për probleme evidente, por nëse nuk je i kujdesshëm, ti mund të bësh gabime shumë më të mëdha me ChatGPT se sa po mos ta përdorje. Çfarë mendon për Elon Musk? Për Elon Musk. Ka qenë ky piloti që kaloi Atlantikun në vitet 20, i cili ka qenë hero dhe i cili njëkohësisht ka qenë i idealizuar në fashizmin amerikan. Madhështia e një njeriu në mundësinë e depërtimeve në shumë fusha nuk i jep atij të drejtën e pagabueshmërisë. Pra, Elon Musk është shumë më i gabueshëm se unë edhe ti, sepse ka më shumë fuqi për të bërë gabime. Dhe kapaciteti i tij për të bërë gabime ka qenë shumë më i madh se sa i neve njerëzve të rëndomt, dhe ai ka bërë gabime, të cilat kanë qenë shumë më të mëdha dhe me pasoja shumë më të mëdha për njerëzimin. Më pëlqeu kjo analiza, edhe se kush provon shumë, gabon shumë, nëse nuk bën asgjë dhe nuk do je i sigurt. Po. Por the edhe pjesën tjetër për Elon Musk, domethënë që edhe kjo, edhe është njeri shumë i gabueshëm, pa edhe pse ka bërë gjëra të mëdha për. Pa i ka përqendruar, domethënë Elon Musk si njeri i cili e shtyn Teslan, është shumë i mirë. Elon Musk i cili përpiqet që të bëj Tesla ta marrë të blej Twitterin dhe të përzihet në politik, nuk është i mirë. Kjo pra, te Tesla është shumë mirë, po te Twitteri na dëmton shumë. Ndikon karakteri i njeriu tek një gjeni, për shembull tek një shkrimtar, tek një gazetar, ndoshta te një inovator jo dhe aq. Steve Jobs i vdekur nuk përmendet dhe nuk përflitet, por ai që një inovator i madh, por njerëzit që kanë jetuar me të, edhe në disa dokumentar që kam parë dhe artikuj që kam lexuar për të, ka qenë pak natyrë problematike, nuk është se e kanë dashur shumë. Por karakteri nuk i ka prishur punë për të bërë gjërat mëdha dhe për ta ndryshuar botën. Po si mendon Veton Suroj se ndikon karakteri te një gazetar për shembull? Ndikon te të gjitha, domethënë për njerëzve të shkrimit, për shembull, mos flasim për gazetar, po ta marrim Dostojevskij, ka qenë një karakter i jashtëzakonshëm, problematik, por është gjeni i shkrimit. Te gazetaria, problemi nuk është më se si do të analizojmë gazetarin, por si do të analizojmë gazetarin dhe gazetarin në shekullin 21 në kohën në të cilën jemi. Me qenë se jemi në një tranzicion të jashtëzakonisht dinamik të ndryshimit strukturor të sferës publike, më nuk po flasim për demokracinë e agoras, dhe institucionet të cilat janë ndërtuar nga Greqia antike deri në fund të shekullit 20. Po flasim për ndryshimin e strukturës të hapësirës publike në të cilën dominon nga viti 2007 Facebook, mediat sociale, Twitteri, në të cilën pastaj gazetaria gjendet në një situatë ku gjithnjë më pak ka gazetari të shkruar, gjithnjë më pak ka gazetari televizive investigative, pra ato që janë simbolet të fund shekullit 20, fillim shekullit 21, dhe gjithnjë më shumë ka gazetari e cila prodhon 30 sekonda reels. Tash, në thënë që në gazetari, atër i kemi punët jo shumë mirë. Një pyetje të fundit.
më ftuat pasi lexuat librin apo pasi dëgjuat historinë time? Të dyja, të trijat në fakt. E para ishte Blerta, bashkëshortja ime, kishte lexuar librin dhe kishte një ndjesi të veçantë për te. E dyta, ideja, domethënë, një personi i cili, siç thash, me libër përpiqet jo vetëm ta luftoj frigën, jo vetëm ta luftoj dhimbjen, por njëkohësisht të racionalizoj dhe të projektoj, se mendimi im për librin tënd është se ti thua kjo është ajo çka përjetova, kaloj kjo jetë, unë tash jam ajo Matiana Malsoria e cila ka fillu jetën e dytë, edhe po shkoj në atë jetë duke pasur guximin që t'i them të gjitha ato që më ka ndodhur në ato 3 muaj jashtëzakonisht kritik për mua, për shpirtin tim, për familjen time, dilemat e mëdha me babain, lidhmëria e madhe me babain, ai që të thot në momentin kur duhet të zgjedhësh rreth të dashurit, ndaje, nana të thot mbaje. Unë e them, një babai i emancipuar e ndryshon fatin e familjes, e bën më të mirë. Po. Por kapaciteti i tillë i thellimit në sinqeritet, pastaj më bëri të them, okay, ky është një moment kur duhet ta shënojmë këtë bisedë, sepse jetojmë në një shpërputhje të jashtëzakonshme mes të vërtetave. Dhe në këtë garë të vërtetave, ajo që është individuale, gjithmonë do të fitoj. Po, edhe vërteta duhet të na bashkojë normalisht. Ndonjëherë dhëm pak në fillim, po pastaj është shumë mirë. Shumë faleminderit Veton Suroj. Unë në fakt kam një raport shumë mirë me Kosovën. Do ta them sot në promovim se kam 2 momente me Kosovën. Njëri është kur un jam 11-12 vjeç, pra janë vitet 91-92 kur filluan të vinë artistët e Kosovës dhe ne një festival në RTS në fund vit kishim. Ai ishte momenti ynë i lirisë, i fantazisë, i ëndrrës dhe mezi prisja të shikoja artistët që vinin nga Kosova, çfarë vishnin, si flisnin, si këndonin, edhe shikoja tek këto lirin. Më pas jeta ndodhi, më duhet të merresha me jetën time, me rritjen time dhe ndoshta e harrova pak Kosovën. Por para 5 vjetësh, kolegu prap po i rikthehem se është debotuesi Enver Robelli dhe jo pa qëllim kam zgjedhur një shtëpi botuese në diasporë dhe një botues nga Kosova. Kam dashur një simbolik, sepse dhe një gazetar të jashtëzakonshëm. Jam me shumë fat. Doja që ai të bënte parathënien, pastaj kuptova që prej 2 vitesh kishin ndërtuar një shtëpi botuese dhe thash pse jo, edhe pse kam miq shumë të mirë në Tiranë, do të bëj këtë lloj simbolike sepse edhe podcasti im pa Kosovën, pa shqiptarët e Kosovës, pa shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë, është i cungët, është i çal, kështu që jam shumë e lumtur që kam ardhur këtu të flas sot me ju. Jeni burri i dytë nga Kosova. Gjatë 5 viteve të podcastit, është momenti i dytë që më ka afruar mua me Kosovën, sepse Enveri më tha në një takim tonin që ne e njohim njëri tjetrin shumë pak mira. Dhe vërteta Veton është që më erdhi turp. Unë ndjeva keq. Kisha ardhur në Prishtinë, e shikoja Kosovën nëpërmjet e artistëve që këndonin, apo atyre që i takoja dhe i shija në Dërmi apo në Durrës, në Bregdet, në Ver. Po nuk është aq Kosova dhe nuk mjafton kjo për komunikimin ton. E vendosa që podcasti do të ishte i ndarë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dua shumë të gjej historinë të shqiptarëve me Maqedoninë e Veriut apo Malzi, kanë qenë shumë më të pakta ato. Dhe unë që nga i moment kam takuar personalitetet të jashtëzakonshëm në Kosovë. Njerëz që i kanë dhënë frymë podcastit dhe ky nuk është një kompliment. Po të mos kishim kamera, do të flisja edhe më mirë. Pra, nuk është një kompliment, është e besoj vërtet dhe përpiqem t'u them njerëzve sepse unë mendoj që komunikimi na njene.
Nuk mjafton rruga kombit dhe nuk mjafton të shkojmë plazh apo të kemi një shtëpi në plazh. Nuk mjafton as të dëgjojmë një këngë, po ne duhet dëgjojmë historitë e njëri tjetrit dhe unë këtu kam takuar vërtet njerëz të jashtëzakonshëm që më kanë afruar dhe kam 2 momente. Tani shpresoj që do vazhdojmë. Të priftem bara. Faleminderit shumë. Edhe të pres në Tiranë, se nuk këto ishin pyetje të pak pyetje. Pra doja që të bëni më shumë pyetje dhe ishin pyetja aty për aty. Padyshim, faleminderit. Do të jetë një kënaqësi ime. Faleminderit.